Keqbërësve adoleshentë tashmë duket se nuk po u shpëtojnë as varrezat. Në fshatin Plato e komunës së Qerretit në Puk, të gjithë varret kanë rënë prej e dëmtimit. Prej tyre janë shkulur të gjithë pjesët prej metanit të çmueshëm, duke lënë pas tronditjen shpirtërore të banorëve të këtij fshati, të cilët janë bërë dëshmitar të dëmtimit të pashoq mbi varret ku prehen të afërmit e tyre. Nuk ka bava ki mu marrë dekmit njeriu. Nëse kanë pas bëjt kuj, ata i kanë bërë me sakrificat tona, me mundësit tona. Vorët e vëllezërit, e motrat, e nanave, e babat, e njerëzit tonë, nuk ka lejherë, ato dalë që dush. Shumë kesh e japon. Këtë marrë kanë dëmdo këtë. Po ne vetë që të majmë mërzinë që kemi vërosë njëzit e afrëm tonë, po plus të këti të majmë me mërzinë që na kanë vjedhë gjanat e reliket që ne kemi vunë këto me shinë sakrifica. Kjo është e pa falëfe. Nuk ja falim kuj, nuk ja falim kjo, veprime që s'na kanë ndodhur ndonjëherë. Banorët e fshatit Pla tashmë presin zbardhjen e autorëve të cilët sharruan e shkulën të gjithë pjesët e çmueshme në çdo varr të këtij fshati, në mesin e të cilëve ndodhet dhe varri dëshmorit të Adheut, Aleksandër Filipi.